Ajo më pa drejt në sy, vetëm 3 ditë pas varimit të babait, dhe më tha fjalët që më shkatëruan jetën. Kjo shtëpi nuk është e jotja. Nuk ke asgjë në emrin tënd. Me një valizhe në dorë dhe zemrën e coptuar, dola nga shtëpia ku isha rritur. Mendova se kisha humbur gjithçka, babain, shtëpinë, kujtimet. Por vite më vonë, një dokument i fshehur, një letër që nuk duhej ta shihja kurrë, ndryshoi gjithçka. Dhe atë ditë, loja u kthye përmbys. Dita që humba gjithçka. Babai im ishte gjithçka për mua. Pas divorcit me maman time, kur isha vetëm 8 vjeç, ai mbeti shtylla ime e vetme. Kur u martua me të, gruan që më vonë do ta quaja vetëm ajo, unë u përpoqa ta pranoja. Ishte e buzëqeshur para tij, por e ftohtë me mua. Gjithmonë kishte një koment, një kritik të vogël, një mënyrë për të më bërë të ndihesha e tepërt në shtëpinë time. Por babai nuk e shihte, ose ndoshta nuk donte ta shihte. Kur ai u sëmur papritur, gjithçka ndodhi shumë shpejt. Spital, analiza, shpresa të reme, dhe pastaj telefonata që ma ndau jetën në dysh. Ai iku, pa paralajmërim, pa lamtumir të vërtet. 3 ditë pas varimit, shtëpia ishte ende me erën e luleve të thara dhe kafes së ngushëllimeve. Unë isha në dhomën time duke parë fotografitë e vjetra, kur ajo hyri pa trokitur. Duhet të flasim, tha ftohtë. Zëri i saj nuk kishte as pikë zie. Kam folur me avokatin. Shtëpia është në emrin tim. Gjithçka është në emrin tim. Ti je 19 vjeçe. Mund të kujdesesh për veten. Mendova se nuk e dëgjova mirë. Si ka mundësi? Babai yt nuk la asgjë për ty, më ndërpreu. Dhe unë nuk jam e detyruar të mbaj një të rritur në shtëpinë time. Fjalët e saj ishin si goditje me thik. Unë kisha jetuar aty gjithë jetën. Kisha kujtime në çdo cep, por ligjërisht, asgjë. Ajo më dha një javë kohë, një javë për të paketuar jetën time. Askush nga familja e babait nuk ndërhyri. Disa më thanë bëhu e fortë, të tjerë më sugjeruan të mos krijoja konflikt. Unë nuk kisha para për avokat, nuk kisha prova për asgjë. Vetëm fjalën e saj, kundër asaj që besoja se ishte e drejtë. Ditën që u largova, ajo qëndroi te dera me krahët e kryqëzuar. Asnjë lot, asnjë pendes. Mos u kthe më pa paralajmërim, tha. Shtëpia që dikur ishte streha ime, tani ishte e huaj. Vitet e vështira. Jetova fillimisht tek një shoqe e ngushtë. Pastaj gjeta një punë me orar të plot në një dyqan rrobash. Studimet i lash për gjysmë. Çdo ditë ishte një luftë për mbijetesë. Qira, fatura, ushqim. Net pa gjumë. Ditë me buzëqeshje të detyruar para klientëve. Por ajo që më dhemte më shumë nuk ishte varfëria. Ishte padrejtësia. Babai im nuk do të më linte kurrë pa asgjë. E njihja, e dija. Kishte folur shpesh për të ardhmen time, për studimet, për shtëpinë që një ditë do të ishte e jotja. Nuk ishin vetëm fjalë bosh, por unë nuk kisha prova. Me kalimin e viteve, mësova të mbijetoj. U bëra më e fortë, më e ftohtë, më e kujdesshme. Ndërtova jetën time nga zero. Gjeta një punë më të mirë. Fillova studimet me kohë të pjeshme. Çdo sukses i vogël ishte një hakmarrje e heshtur. Nuk u ktheva më në atë shtëpi. Deri një ditë, telefonata që hapi plagët e vjetra. Ishte një pasdite e zakonshme, kur mora një telefonat nga një numër i panjohur. Përshëndetje, po flas me vajzën e. Emri i babait. Zemra më rahu fort. Ishte një noter. Ai po rregullonte disa arkiva të vjetra dhe kishte hasur në një dokument që kërkonte praninë time. Dokument i çfarë natyre? Pyeta me zë që më dridhej. Një deklarat e noterizuar. E vitit para se babai juaj të ndëronte jetë. Bota mund dal. Si ishte e mundur që unë nuk dija asgjë për këtë? Noteri më shpjegoi se dokumenti ishte depozituar, por për arsye administrative nuk ishte tërhequr kurrë. Emri im ishte i shënuar si përfituese. Përfituese. Fjala më jehoi në mendje. A ishte e mundur që e vërteta të kishte qenë gjithmonë aty e fshehur? Rikthimi. Kur u ktheva në qytetin tim pas kaq vitesh, ndihesha si një huaj. Rrugët ishin të njëjtat, por unë kisha ndryshuar. Nuk isha më vajza e friksuar me valigje në dorë. Në zyrën e noterit, duart më dridheshin ndërsa ai vendosi dokumentin para meje. Ishte firma e babait. E njihja me njëherë. Shkrimi i tij i pjerrët, i sigurt. Dokumenti deklaronte se pjesa e tij e shtëpisë, 50 do të kalonte në emrin tim.
Ai kishte specifikuar qartë se pasuria ishte e përbashkët, por pjesa e tij i takonte vajzës së vetme biologjike. Më mungoi fryma. Ky dokument është ligjërisht i vlefshëm, tha noteri. Nëse nuk është zbatuar, mund të kërkoni rishikim gjyqësor. Do të thoshte se ajo kishte gënjyer. Ajo nuk kishte qenë pronare e plot. Ajo më kishte nxjerr nga shtëpia që, ligjërisht, ishte edhe imja. Për vite me radhë, kisha jetuar me ndjenjen se nuk kisha asgjë, por në të vërtetë, më ishte marrë diçka që më takonte. Dhe tani, loja sapo kishte filluar. Përballja. Dokumenti ishte para meje, por për disa minuta nuk munda as ta prekja. Ishte sikur po mbaja në duar një pjesë të babait tim. Një dëshmi që ai nuk më kishte harruar. Një provë që instinkti im kishte pasur të drejtë gjithë ato vite. Noteri më shikoi me qetësi profesionale. Duhet të konsultoheni me një avokat sa më shpejt. Nëse prona është përdorur, shitur apo modifikuar pa dijenin tuaj si bashkëpronare, ka pasoja ligjore. Fjala bashkëpronare më tingëlloi e çuditshme. Për vite kisha jetuar si dikush që nuk kishte asgjë. Tani papritur isha pronare e gjysmës së shtëpisë ku isha rritur. Por bashkë me shpresën erdhi edhe zemërimi. Ajo më kishte nxjerrë nga shtëpia me bindjen absolute, se unë nuk kisha të drejtë as të flisja. Më kishte bërë të ndihesha si një mysafire e padëshiruar. Dhe gjatë gjithë kohës, ajo e dinte, ose të paktën duhej ta dinte. Takimi me avokatin. 2 ditë më vonë, u ula përballë një avokateje të specializuar në çështje trashëgimie. I tregova gjithçka, sëmundjen e babait, largimin tim, fjalët e njerëkës, vitet e heshtjes. Ajo lexoi dokumentin me kujdes. Ky është një akt deklarativ shumë i qartë. Babai juaj ka shprehur vullnetin që pjesa e tij e pasurisë t'ju kalojë juve. Nëse pas vdekjes së tij nuk është bërë ndarja e trashëgimisë sipas këtij dokumenti, atëherë kemi një shkelje. Çfarë do të thotë kjo për mua? Pyeta. Do të thotë që ju keni të drejtë të kërkoni njohjen zyrtare të pronësisë suaj. Dhe nëse ajo ju ka penguar të ushtroni këtë të drejtë, mund të kërkoni edhe kompensim për përdorim ekskluziv të pasurisë. Fjalët e saj ishin të forta. Kompensim, shkelje, të drejtë, por për te termave juridik, unë ndjeja diçka më personale. Tradhti, nuk ishte thjesht çështje prone, ishte fakti që më ishte mohuar vendi im, ishte fakti që ajo kishte përdorur dhimbjen time për të më larguar. Avokatja më këshilloi të dërgonim fillimisht një njoftim zyrtar, një kërkesë për njohje të pjesës sime, dhe për nisjen e procedurës së ndarjes së pasurisë. Mund të përpiqet ta zgjidh pa gjyq, tha ajo, por duhet të jeni e përgatitur për konflikt. Unë buzëqesha lehtë. Konflikti kishte nisur vite më parë. Thjesht tani unë nuk isha më e pambrojtur. Letra zyrtare u dërgua me postë të regjistruar. Në të përmendej dokumenti, kërkoi njohja e pronësisë sime dhe caktohej një afat për përgjigje. 3 ditë më vonë, telefoni im ra. Numër i panjohur, por e dia kush ishte. Çfarë është kjo marrëzi që më ke dërguar? Zëri i saj ishte i njëjtë si dikur, i ftohtë, kontrollues. Nuk është marrëzi, është e drejta ime. Babai yt nuk la asgjë për ty. Të kam thënë, kam dokumentin e firmosur prej tij. Heshtje, një heshtje e rëndë, e gjatë. Nuk e di për çfarë po flet, tha më në fund, por tani zëri i saj nuk ishte aq i sigurt. Atëherë do ta sqarojmë në gjykat. Ajo qeshi me përbuzje. Mendon se do të më marrë shtëpinë, pas gjithë këtyre viteve. Nuk po të marrë asgjë, po marr atë që është e imja. Telefonata u mbyll me një klik të fortë, por për herë të parë, unë nuk ndjeva frikë pas asaj bisede. Ndjeva fuqi, e vërteta fillon të dalë. Pak ditë më vonë, avokatja më telefonoi. Kam bërë një verifikim në hipotekë. Pas vdekjes së babait tuaj, prona është regjistruar vetëm në emrin e saj. Nuk ka asnjë shënim për ndarje trashëgimie apo për praninë tuaj si trashëgimtare. Si është e mundur? Ose është bërë deklarim i pasakt, ose është fshehur ekzistenca juaj si trashëgimtare ligjore. Kjo e fundit më goditi fort. Të fshehësh ekzistencën e dikujt ishte më shumë se mashtrim. Ishte fshirje. Avokatja përgatiti pa din. Kërkuam njohjen e pronësisë sime 50 anulimin e regjistrimit të plot në emrin e saj dhe kompensim për vitet që ajo kishte përdorur pronën ekskluzivisht. Kur mora kopjen e padis në dorë, ndjeva sikur po nënshkruaja një kapitull të ri të jetës sime. Nuk isha më vajza që largohej me kokën ulur. Përballja e parë ball për ball.
Seanca e parë gjyqësore ishte vetëm procedurale, por ajo ishte aty, e veshur me të zeza elegante, me flokët e rregulluara, sikur po vinte në një event social. Sytë tanë u takuan për disa sekonda. Në sytë e saj pash diçka që nuk e kisha parë kur më parë. Pa siguri, avokati i saj argumentoi se dokumenti duhej verifikuar, se mund të kishte paqartësi, se ajo kishte kontribuar financiarisht në shtëpi për vite me radhë. Avokatja ime qëndroi e qetë. Kontributi financiar nuk anulon të drejtën e trashëgimisë së deklaruar me shkrim dhe të noterizuar, tha ajo. Gjykatësi caktoi ekspertizë grafologjike për firmën e babait dhe kërkoi dokumentacion shtesë nga hipoteka. Procesi do të zgjaste, por unë isha gati, e kalura që më përndiqte. Netëve para seancave, kujtimet më vinin si val. Fjalët e saj, nuk ke asgjë në emrin tënd. Mënyra si mbylli derën pas meje. Vitet e punës së lodhshme. Netët kur qaja në heshtje, duke menduar se ndoshta babai me të vërtet nuk kishte menduar për mua. Tani e dija se ai kishte menduar. Ai kishte vepruar, dhe dikush kishte zgjedhur ta fshihte atë veprim. Zemërimi im nuk ishte më kaotik. Ishte i fokusuar. Nuk doja ta shkatëroja atë. Nuk doja hakmarrje boshe. Doja drejtësi. Zbulimi i dytë. Gjatë procesit, doli diçka tjetër në dritë. Ekspertiza grafologjike konfirmoi se firma ishte autentike. Dokumenti ishte i vlefshëm, por më pas, nga arkivat e noterit u gjet një shtesë tjetër. Një deklaratë e dytë ku babai kishte shprehur shqetësimin se vajza ime duhet të mbrohet në rast se unë nuk jam më. Kjo fjali më shkatëroi emocionalisht. Ai e kishte ndjer, ai e kishte ditur dhe ishte përpjekur të më mbronte. Kur avokatja ime paraqiti këtë në gjykat, pash fytyrën e njerëkës të zbehej. Për herë të parë, ajo nuk dukej e fortë, dukej e kapur. Oferta. Një javë para seancës vendimtare, mora një mesazh nga avokati i saj. Ata propozonin një marrëveshje jashtëgjyqësore. Ajo ishte e gatshme të njihte pjesën time 50 dhe të paguante një shumë të konsiderueshme si kompensim, në këmbim të mbylljes së çështjes pa vendim publik. E lexova ofertën disa herë. Ishte një fitore, por nuk ishte vetëm për paratë. Ishte për pranimin, ishte për faktin që ajo, më në fund, po detyrohej të pranonte se unë kisha ekzistuar, se unë kisha të drejtë. Avokatja më pyeti, çfarë dëshironi të bëni? E mendova gjatë, nëse vazhdonim, rrezikonim kohë, stres, ekspozim publik, por do të kishte një vendim gjykate që do të vuloste të vërtetën. Nëse pranoja marrëveshjen, do të mbyllej më shpejt, dhe unë do të mund të vazhdoja jetën. Në fund, e kuptova diçka. Unë nuk po luftoja më për shtëpinë, po luftoja për veten time të 19 vjeçare, që u largua me valigje në dorë, duke menduar se nuk vlente asgjë. Dhe ajo vajzë meritonte drejtësi. Vendimi që mbylli një plag. Natën para vendimit nuk fjeta. Nuk ishte frikë. Ishte një ndjenje e çuditshme, qetësie e përzier me pritje. Për vite me radhë kisha jetuar me një histori të prerë në mes. Një histori ku unë isha vajza që u dëbua, që nuk ishte asgjë, që duhej të fillonte nga zero. Tani ajo histori po rishkruhej. Në mëngjes u vesha thjesht. Asgjë dramatike. Nuk doja të dukesha si dikush që po vinte për luftë, po vija për të mbyllur një kapitull. Ajo ishte tashmë në sallë kur hyra. Nuk më pa në fillim, dukej më e lodhur se herën e parë. Mbase procesi e kishte konsumuar, mbase frika e humbjes kishte filluar ta rëndonte. Kur sytë tanë u kryqëzuan, nuk pash më arrogancë, pash tension. Oferta e fundit. Pak para seancës, avokatët tanë u takuan edhe një herë. Oferta e tyre u përmirësua. Njohje zyrtare e 50 i të pronësisë sime. Pagesë kompensimi për vitet e përdorimit të plotë të shtëpisë, plus mbulimin e shpenzimeve gjyqësore. Avokatja ime më pyeti përsëri: "Je e sigurt që nuk do ta pranosh dhe ta mbyllim sot?" Unë mora frymë thellë. Jo, dua vendim. Nuk ishte hakmarrje. Ishte nevojë për një të vërtet të shkruar, të vulosur. Një dokument që askush nuk mund ta mohonte më. Fjala e gjykatësit. Seanca ishte e qetë. Gjykatësi lexoi përmbledhjen e çështjes, dokumentet, ekspertizën grafologjike, deklaratën shtesë të babait tim. Pastaj erdhi momenti. Gjykata vendos njohjen e paditëses si bashkëpronare me 50 i të pasurisë së paluajtshme, anulimin e regjistrimit të plot në emër të paditurës, detyrimin për kompensim financiar
për përdorimin ekskluziv të pronës për periudhën përkatëse. Fjalët vazhdonin, por unë dëgjova vetëm thelbin. Unë fitoja, jo vetëm pronën, të vërtetën. Një val emocionesh më përshkoi trupin. Nuk qava me njëherë, thjesht qëndrova aty, e pa lëvizur, duke lënë realitetin të më pushtonte. Ajo nuk reagoi me zë të lartë, vetëm uli kokën, përballja e vërtet. Kur dolëm nga salla, ajo më ndaloi në korridor. Nuk ishte e nevojshme ta çoje kaq larg, tha me zë më të ulët se zakonisht. E pash drejt, nuk ishte e nevojshme të më nxirje nga shtëpia ime. Heshtje, mendova se ishte më mirë ashtu. Ti ishe e re, nuk doja komplikime. Fjalë bosh, më bëre të mendoj se babai nuk më kishte lënë asgjë. Më bëre të dyshoj tek ai. Kjo ishte plag më e madhe. Jo shtëpia, jo parat. Ajo nuk gjeti përgjigje. Për herë të parë, nuk kishte justifikim. Rikthimi në shtëpi. Procedurat zgjatën disa javë për të finalizuar. Regjistrimi në hipotek u korrigjua. Unë u bëra zyrtarisht bashkëpronare. Shkova në shtëpi për herë të parë pas shumë vitesh. Dera ishte e njëjtë. Aroma e korridorit më solli menjëherë kujtime. Çdo hap ishte një përzierje nostalgjie dhe çlirimi. Nuk ndihesha më e dëbuar. Nuk ndihesha më e padëshiruar. Kisha dokumentin në çantë, jo për ta treguar, por për ta ditur që ishte aty. Eca në dhomën time të vjetër. Muret ishin lyer ndryshe. Mobiljet nuk ishin më të mijat, por hapësira ishte e njëjtë. U ula në dysheme. Dhe këtë herë qava, jo nga dhimbja, por nga mbyllja. Çfarë bëra me shtëpinë? Shumë më pyetën. Do ta shesësh? Do ta nxjerrësh atë prej aty? E vërteta, mund ta bëja. Kisha të drejtë të kërkoja ndarje fizike ose shitje, por unë zgjodha diçka tjetër. Pranova që ajo të blinte pjesën time me vlerë tregu. Ishte mënyra më e pastër për ta mbyllur gjithçka. Pa hakmarrje, pa dëbime, pa dram të re. Me parat, pagova studimet e mia të plota. Investova në një biznes të vogël që e kisha ëndërruar prej kohësh. Për herë të parë, ndjeva se babai im, në një mënyrë të çuditshme, po vazhdonte të më mbështeste. Dokumenti i tij i fshehur nuk më dha vetëm pronë, më dha mundësi. E vërteta që ndryshoi gjithçka. Sot, kur mendoj për atë vajzën 19 vjeçare, që doli nga shtëpia me valigje në dorë, do të doja t'i thosha: ti nuk ishe pa asgjë, thjesht e vërteta ishte e fshehur. Ndonjëherë padrejtësia nuk zgjat përgjithmonë. Ndonjëherë e vërteta pret momentin e saj, dhe kur del në dritë, ajo nuk ndryshon vetëm rrethanat. Ajo ndryshon mënyrën si e sheh veten. Unë nuk jam më vajza që u përz, jam gruaja që u kthye. Dhe këtë herë, me kokën lart.